Edi Rama blokoi drejtësinë. Edi Rama de facto për të shpëtuar lëkurën e tij ju tha plaç. Fantazma e Edi Ramës ndërkombëtar të cilët kërkojnë me të drejtë, absolutisht me të drejtë, për standardet dhe funksionimin e shtetit ligjor, funksionimin e luftës kundër korrupsionit, paqësore që ka njohur dhe respektimin kundër e vendimeve të drejtësisë, u deklaroi shqiptarëve se çështja Balluku është e mbyllur. Unë ftoj çdo shqiptar të mos pranojmë kur të mbyllim atë çështje. Vendi po shkatërrohet çdo ditë më shumë. Shqiptarët po largohen çdo ditë më shumë. Gjithçka bëhet e pa shpresë në qoftë se ne nuk ngrihemi fuqishëm me zërin tonë. Të dashur qytetarë dhe qytetare, ju bëj thirrje, edhe ju që heshtni, por që shpirtërisht nuk aprovoni kurrë këto vjedhje monstruoze dhe këto qëndrime çnjerëzore ndaj kombit që mban Edi Rama. Të lam me një anë çdo pakënaqësi. Të lam me një anë çdo mosmarrveshje dhe të bashkohemi në këtë kryemëritje të fuqishme si shpresa e vetme e shqiptarëve. Kryemëritje e cila synon të bashkojë të gjithë shqiptarët pavarësisht nga moshat, pavarësisht se mund të jenë të bindjeve të ndryshme politike, por që gjykojnë se vjedhjet e të mërshme të qeveritarëve po shkatrojnë financat e tyre, po shkatrojnë vendin e tyre. 8 maj duhet të jetë dita e shqiptarëve, e protestës tyre më të fuqishme. Unë kam besim se do japin me 8 maj mesazhin më të fuqishëm ndaj këtij regjimi bandit dhe hajdut. Faleminderit.